Më 18 mars, Kosova, Shqipëria dhe Kroacia nënshkruan një deklaratë të përbashkët për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, duke hapur rrugën për thell'imin e marrëdhënieve në këtë sektor mes tre vendeve. Sipas qeverisë së Kroacisë, kjo nismë është e hapur dhe për partnerët e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, që synojnë të kontribuojnë në ndërtimin e sigurisë dhe stabilitetit në Europën juglindore. Qeveria kroate ka theksuar se marrëveshja nuk ka për qëllim krijimin e aleancë ushtarake, por ka si synim forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë në rajon. Përveç përfitimeve të mundshme nga kjo nismë, ajo që ka shkaktuar reagime të forta në Serbi, presidenti serb Aleksandar Vučić e ka cilësuar marrëveshjen si një veprim që hap një garë armësh në rajon dhe si një shkelje të marrëveshjes nënrajonale të vitit 1996, e cila synonte të ruante ekuilibrin ushtarak në Ballkan pas luftarave të viteve 90. Ai ka paralajmëruar se Serbia do të ndjekë me vëmendje zhvillimet e mëtejshme dhe ka lënë të hapur mundësinë për një përgjigje diplomatike ose ushtarake ndaj kësaj lëvizjeje. Nga ana tjetër, NATO e ka komentuar nënshkrimin e marrëveshjes duke e cilësuar atë si një marrëveshje trepalshe mes tri vendeve, pa lënë ndonjë vlerësim më të gjerë mbi tikimin e saj në rajon. Ndërkohë, Kosova dhe Shqipëria e shohin këtë marrëveshje si një hap të rëndësishëm drejt forcimit të kapaciteteve të tyre mbrojtëse dhe integrimit në strukturat euroatlantike. Megjithëse ende nuk ka një reagim zyrtar nga Bashkimi Evropian, analistët politik e shohin këtë nismë si një përpjekje për të forcuar stabilitetin dhe sigurinë rajonale në një kohë kur Ballkani përballet me tensione të rritura dhe pasiguri gjeopolitike. Në të ardhmen, mbetet për të parë nëse vende të tjera të rajonit do të bashkohen në këtë iniciativë apo nëse do të ketë një përshkallëzim të tensioneve diplomatike mes Serbisë dhe vendeve pjesëmarrëse.